për të kuptuar një politikan si vepron, duhet shikojmë që fillesat e veta si e ka nisur. Një që se ka lexuar, na e përmbledh dot? Kurbani me pak fjalë është koncepti politik i zotit Rama, i cili sakrifikon këdo për të arritur pushtetin e vet. Por në atë që ne dimë është që kasapët jetojnë me kurban. Politikanët jetojnë me vizion dhe me shtetformim. Nuk mjafton në momentin që trashet zullumi dhe ti të bësh një kokturku. Ti duhet ngresh sisteme, duhet ngresh frym, që ata njerëz që janë pranë teje mos të sillen, mos të vjedhin dhe mos sillen në forma arrogante. Dhe fakti që zoti Rama gjithmonë kërkon ta lejë tek të tjerët arrogancën edhe mënyrën apo edhe korrupsionin, sepse po të shikosh ka edhe një, domethënë jo vetëm do t'i quaj frikacak, por ka edhe një mungesë burrërie edhe te këta që duan të bëjnë gjoja opozitarin brenda Partisë Socialiste, që thonë janë ngritur strukturat e drejtorëve. Kush ka në Partinë Socialiste guxim të bëjë një gjë pa i thënë Edi Rama apo pa marrë miratimin e eshtje të kryeministit të Republikës? Ka qenë periudha në Vlorë që shkarkoi drejtorët e bashkive. Jo vetëm për të shkarkuar. Mos të hipotekën e Vlorës. Kemi patur disa kritika, zoti Braçe, zonja Spiropali, zoti Gjiknuri së fundmi. Janë të gjithë produkti i sistemit zotit Rama dhe janë të pasinqert me opinionin publik. Mos them që mos ta rëndoj terminologjinë e komunikimit, por minimalisht po them janë të pasinqert. Edhe zonja Spiropali, e cila nuk ka reaguar kurrë, edhe zoti Braçe, i cili nuk ka reaguar kurrë, di çfarë kërkojnë ata. Ata kërkojnë drejtorët e tyre, nuk kanë hallin Është gjitha për interesa personale. Po, interesa personale, mirëfillt interesa personale, secili prej tyre kërkon drejtorët e vet për të vazhduar me lugën e korrupsionit dhe për të shtuar xhepin e tyre dhe për ta trashur dhe për të varfëruar shqiptarët. Ndërkohë, zoti Rama ka sjellë tje ke lexuar, se po diskutonin pak para se të ishim live, ke lexuar një dokument që është diku tek 43 faqe. Okej, e bëri se vini numrimin për mua. Çfarë është? Çfarë është kjo? Çfarë është besa që thot nga transformimi i vendit te fuqizimi i besimit, kthesa e mandatit të katërt? Tani unë mendoj që ata të cilët janë aty pranë zotit Rama rreth para se të lexojnë besën, ta them me bindje që ata duhet lexojnë disa libra. Fjalë vërtetë, po nuk është fjalë vërtetë, duhet lexojnë disa libra sepse janë arrogantë, janë të paformuar dhe mendojnë tashmë se i kanë hipur gjithë kalit për së prati dhe do duan që të thonë gjithçka në mënyrën se si ata e konceptojnë. Kështu që në këtë kontekst ta them me bindje, kjo është vetëm një si të ta shpjegoj disa flet formati që duken nga diskutimet Shqipëria që duam, ose ato takimet që ky bënte gjuhë më gjuhë, nga takimet që thoshte do të flasme nëpërmjet Facebookut sy më sy, dhe nuk është se është asgjë. Pra ajo është një flet me, po them, me një kod etik, por nuk ka asgjë.